punon në shtet është bastarditet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën ti? 2 orë punon, 6 orë rri, ndrohet se dilën ose bën punën në një patronazhisti. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Më kush është identiteti jot? Do të thonë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kapje. Pra aty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për punë. Përshëndetje dhe mirëmbrëma pacient të Tru Podcastit, të gjithë juve ndjekësit e podcastit ton, të cilët na doni, na shani, na doni revolucionar, doni që të rrëzojmë Ramën, dhe pastaj na doni dhe neve të vdekur, sepse edhe kur ju kërkojmë në një gjë, në një vot, në një ashtu, s'na jepni as like-un, a kupton? Dhe për këtë lloj punën e like-ut ka marrë përforcime. Kam një mikun tim që vjen edhe ta thotë që xhia jetën, ta plas një ballit. Kemi një nga djemt më të mirë që ka aktualiteti i shqiptarisë, një djalë i cili e ka lënë vendin e vet për arsye të bastarditetit që e karakterizon këtë lloj shoqërie, le ta themi hapur, dhe këtë lloj shteti, duke na krijuar edhe një lloj neverie për vendin mëm, sepse në fund ditës vendin e bëjnë njerëzit. Në Tru Podcast ka ardhur legjenda e TikTokut, e Instagramit dhe një nga tatuatorët më të mirë që unë kam parë në jetën time. Nuk i kam qef tatuazhet, por mënyrën se si ky zotria i shkrin ngjyrat është brillante. Do ta shikoni gjatë emisionit, do t'ju bëjmë dhe thirrje ku të bëni follow, ku të porostisni në e dini vet juve. Kemi të ftuar Ray Sulejmanin, aka as known as Ray Man Inc. Ray, mirë se na erdhe i dashur. Përshëndetje zoti Gaki, përshëndetje. Përshëndetje zoti Sulejmani. Përshëndetje. Ta bëjmë edhe ne fiksi këto më burë, e siç bëjnë këta me mbiemra, me emra. Po. Ti vesh këto dorezat në fillim, më mbrapa heqim dorezat rrugës. Heqim dorezat dhe ja plasim ballet. Ore. Ja, po plasin e kemi në xhep, ne sa gjë për të humbur. Literalisht nga çdo gjë e sistemit dhe jetës ku neve jetojmë, ti biles ke marrë rrezikun më të madh që të dalësh në rrugët e Tiranës. Unë ndryshe e kam hequr këtë sfidë me veten, unë jam shmangur dhe të krijoj çik më paqe me veten. Vujtja jote ka qenë vujtja ime, po nuk është më vujtja ime, por gojën e kemi, nuk kemi vetëm për ngrënë bukë, po edhe për të shprehur pak për ato që neve vuajmë ditë pas dite. Nuk kanë si sa jemi apo jemi prezent në Shqipëri, është apo nuk është prezenta jon fizike në vendin tonë, neve gjithë vuajmë pasojat e atij sistemi apo asaj klase politike që ne jetojmë. Ore, shikoj. Kur ty t'i shohin videot, vlla, mendojnë se ti bën vetëm atë sarkazmën tënde, bën atë videot e tua për qefin tënd, por unë ty të shoh me syrin kritik, vlla, më thonjza, si një nga ambasadorët e realitetit bruto shqiptar, sepse ti në çdo lloj video që bën, godet një lloj fenomeni. Edhe kur del te makina që bën si ecin italianët, amerikanët, shqiptarët, një ndër videot e mia të preferuara tua është ajo që ti drejtohesh prindërve tan. Pra ja thua ashtu troç vlla, ashtu siç është e vërteta, sepse të gjithë këtu në ekran shoh se unë vdes për mamin dhe babin tim, e dua shumë familjen time, ndërkohë kam 15 vjet pa i para, kupton? Është çështje hipokrizie kjo, zemra ime. Është komplet një hipokrizi e pisët. Se a di ç'është puna? Njerëzit kur ikin jashtë vendit, kthehen në fuck you position. Në fuck you position je në dy lloj varianti. Ose je shumë i pasur, për shembull Rama është në fuck you position. Po. Rama është të gjithë politikanë në përgjithësi, po flasim me që Ramën e kemi në leadershipin perëndora. Ose kur je shumë i varfër, ose kur je në grop, e ke kur je gondon minus 100.000 euro dagu që s'ke ku i nxjerr, ti je në fuck you position. Kto janë dy variante, edhe i treti që është varianti ku ti ikën. Ku ti thua dagu nuk e dal dot, edhe unë duhet t'iki. Kjo të bën ti je po në fuck you position. Puna është që ju gjithë e dinë që kur hikën ti je në fuck you position.
Jo të gjithë janë koshient për gjonat që thonë edhe gojnë e kemi të gjithë ne, si për prindin, si për nonën, si për dashurin. Po puna është se pse neve jemi në rrugët e botës, edhe mami na merr në telefon apo halla, daja, halla që merr në telefon një 4 vjet thotë shiko se kam çunin e xhajës, gocës hallës, grus nipit që ka i qenë përballë me komshiun që do ti të votosh për filan parti, sepse po fitoj ai do fusi nipin e vet në punë te ujësjellsi apo te energjetika apo leshi preshi. E cila është gjë pa që të një hall. Ore një hall e cila e ka nipin e ka në Angli, çunin e ka në Gjermani, gocën e ka në Belgjik, a kupton? Dhe kërkon favore halla, a kupton? Dhe kjo është e tmerrshme, kjo është shumë e tmerrshme për çdo qenie njerëzore që ka trupur, që i thret mendjes. Çfarë situate ne jetojmë, po çfarë po shkojmë? Se mu më thon shpesh ore që ti flet bën, po ti flet nga andej thot. Unë i them unë jam artist, i them, unë nuk do vi të rri në Shqipëri. Edhe Shqipëria po të jetë Zvicër nesër, unë prapë do iki nga Zvicra, se unë du të kap Amerikën, dua të shoh Gjermaninë, dua të shoh, jam artist, unë do shkoj ku është arti që kërkohet më shumë, konkurenca ime. Dhe puna është se shteti sot nuk na lën as më bë artistin. So kur shoh që 20.000 vuajnë për ditë, 20 dashur të mi janë në situatë që unë jam detyruar të largohem. 20 po largohen, po ikin, po zhvatet vendi jon, nuk jam më as në pozitën e artistit. Se ku për çfarë jam artist unë? Artisti kujt vendi? Vendit të Ramës apo të Berishave, apo ku ta diun e gjithë me radhë njëri mas tjetrit. Neve nuk po luftojmë për Shqipërinë, neve po luftojmë për dritat e për ujë. Dhe pritet janë ndar arsyeja pse është kjo situatë sot. Asoni nuk i vjen mirë se gjithë duan të luajnë kartën e jo po mami, babi, se mund pël mami, babi, lali, është kalamoni më radh parë, ardhmja e fëmijës 7. Ka një farë hierarki gjoja. Neve na kanë manipuluar me idenë që shikoj se ne jemi vetëm brez që ne jemi të marrum komplet. Neve jemi edhe detyruar për prindrit tan, jemi edhe shumë detyruar për fëmijët tan. Ne do të luajmë me dy aportat. Se fëmijët tan nuk do t'i rrisim të lloj forme. Fëmijës tim nuk e rris me idenë që shikohet keqën babi, kur ti të rritesh do më mbash ti mua kur plagem unë. Jo. Të rritesh të vazhdosh jetën tënde i dashur, le të vdesun atje me idhë të lana. Le të vdes atje vetëm, ku ta di unë, kam bashortën, vendimet e jetës time, nëse unë do vendos të pi raki gjithë ditën, unë e meritoj të vdes vetëm i dashur në fund fare të jetës time. Nëse unë të përgjigjem ty si fëmijë, të shkolloj, të arsimoj, të ndihmoj, të jap leksione, të jap krah, unë e meritoj që të vish të takosh mirë njaf. Nuk po them 3 për ditë me mos do kesh familjen tënde. Po. Kurse ne jemi vetëm brez, neve duhet të mirëmi dhe me nonën, dhe me babën, dhe me kalamojt, edhe me këtë sistemin. Çe ky çfarë është, apo më çfarë? Pse jemi në këtë rabbit hole neve? Domethënë, pse nuk dim të dalim nga ky rabbit hole vlla? Nuk dua të përdor fjalor të rënduar. Është si të duash se këtu është pa censur, o vlla. Orgazma e perandor Enverhoxhës që vazhdon dhe derdhet në popullin e gjakun e shqiptarëve. A kupton? I ka përdonuar ai zotëria. Domethënë ti thua që është sperma e tij hyjnore e cila vazhdon të ejakulohet në ADN-n ton. Po. E kanë akoma në bythor e njerëzit. E kanë akoma të brenda. Nuk e kanë larë, kanë qenë 85-ën. Nuk e lajnë bythën as 10-in, se kanë halë se mos e pastrojnë. E mbajnë brenda as halë, as pinë, vetëm rrinë, vetëm jetojnë. Po flasim për të lloj historie, për të lloj sistemi, sistem njerëzish që e lajnë bythën pa larë dhe pa vjerë dhe pa ngrënë, sepse adhuron akoma Enverin. Tani, një legjendë që ne kemi është Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Është legjende jona. Është e njohur historikisht nga shumë forma të ndryshme, secili ka vënë vetë se nga që është historike nuk e dim literalisht se sa ku e ku mban e ku qëndron. Por ai është legjenda jonë, është një burr Shqipërie që la otomanët erdhin në Shqipëri dhe kundërvu forcës otomane të asaj kohe. Më trego pak, kur futesh në rrjetet sociale, të gjithë njerëzit thonë o Enveri ngjallu dhe një herë. Nuk thonë asnjëri ringjallu o Kastriot. Të gjithë TikToku im donoi ngjallu edhe një herë o Enver thotë ai. Enveri që i përdhunoi, i sakatoi dhe i vrau, e duan prap. Ishte një koment sot në TikTok rrjetin social që më shkruajti më tha mua njëri, tha mua, çfarë tha mua? Çfarë tha? Unë e kuptoj tha që do iki Rama tha okay tha. Po problemi është kush do vi. Problemi është kush do vi, a kupton? Po ti hiç ka njerë.
Po mi kush dojmë, apo që ti nuk e gjen dot në Republikën e Shqipërisë. Ti nuk e gjen dot në gjithë diasporën një njeri të dytë si Rama. Nuk e gjen dot valla, realitet, a kupton? Nuk e gjen dot një njeri që ta urrej vendin e vet në këtë forme. Një njeri që t'i japi oligarkëve, t'i japi lek vetëm kudo, ai kudo thithja i vet. Të lejë një popull të varfër, një popull të larguar, një popull të përdhunuar, të harruar, të shqitur kudo. Dhe njerëzit akoma thonë, mirë, po kush do na vi? Ma ndini shtulla, se jo ti, se ti i përgatitur. Ti për shembull personalisht ti je i përgatitur, ke bërë shkollën, arsimin e një politikën. Unë po them marrim njëri nga rruga, valla, merre futet e rruga, do i vi gjunaf atit nesër, a kupton? Kur shohim që Shqipëria rrugët janë prishme. Drita nuk ka, ujë nuk ka, përmbytet Durrësi se bishi, jo se bini ka kështu në një tsunami, në një uragan, në një shpërthim vulkanik. Bishi, ola, a kupton, ola. Tura i shi, o zemra. O vlla, shime janë zifsha jetën. Nuk e do thonë, si me duke thonë të di unë ramet të orë, sa tu e bua Allah më shkak natyror, bitërmet, a kupton. Rashi, vlla, rashi për mytë e gjithë dynjoja. Në kupton e qa bojë. Kore Vlora, vlla, s'ka ujë, a kupton. Të mbajt më drejtori u cjelësit Sarandës të? Vite para. Pse di, ku cili nga ata. Dete të vë Saranda. Dhe thot, unë thot, me përgjithësi të plot, e mbylla ujin 4 ditë. Po si nuk mori asnjëri më dhe janë nxifsha të më, na kupton? A lajn as lajn këta lloj ropsh. Vlla, këtu hiqi bukën, hiqi ujin. O është ajo zonja në Ballsh ku ka qenë. Vetëm juve e bënte tosit me Iliri, mos u zini. Po ju kërkojmë që bukë ne. Ujë, drita, burr, shkollë për fëmijët. Po rinje, mos hani mu të kota, rinje këtu, bashkoni partin. Është populli vlla. Është individia revolucionare. O, populli është më po. Populli TikToku, Instagramin, populli Instagramin, atje të nxjerri prapanicën në Dubai, di populli. Populli të bëj muzika, të gjoj, të shofi ato nga jashtë, Zvicrën, Gjermaninë, bëj shembuj, di populli. Populli di për shembull që, a kupton, të ketë grua, të ketë dashnore, të ketë edhe kështu, i di populli këto gjona, a kupton, gjithë Evropës të pi drog kamarieri për shembull, a kupton ti, pi kokain për shembull kamarieri, a kupton ti, kamarieri 200.000 lekë rrog, 250.000 lekë rrog, a kupton ti, e pi gramin ku ta diun 80, 100, 70.000 lekë sa ku ta diun, a kupton ti, bën 2 kamariera bashkë aty, nuk kanë as lekë për ta thithur. Përdorin pipa, presin letra, a kupton, as 2.000 lekë, e boni 2.000 lekë në plastik Rama, se ma do njëri me 50.000 lekë plastik. Në kuptoni puni 2.000 lekë në krastitis, aq më e lirë. Rama nuk e di që nuk kanë as 2.000 lekë Rame. Në as 2.000 lekë nuk kanë. Se 2.000 lekë dikin bën i ponç çunat. Ne ato të akuila likorit. Akuila likorit. 5.000 lekë dy shishe. Ai ponçi që e pi 2 grenga edhe një kështu direkt për të vdekur vet. Më mirë të shkoj vet merr barelën edhe përfundon spital. Tani këto po flasim ne që i din të gjithë gjërat këta. Vetëm te momenti i rëndësishëm aty nuk din gjë. Aty i ngjet filmi. Prandaj them unë që është e padrejtë po çdo gjë. Nuk është se i vë faj do të bësh unë ignorancë, them unë që ka fajin ignoranca sot. Nuk është çështje ignorancë vetëm. Teknologjia është, çive neve sot për shembull unë jam në Itali, ti je në Shqipëri, nesër unë do shkoj në Gjermani, do flasim prapë me kamerë. Pra, bota ka krijuar facilitete. Njerëzit shqiptarët akoma nuk kuptojnë dot AI me realen. Bota e shpik AI, inteligjenca artificiale. Njerëzit i akoma njerëz në Shqipëri që s'kan ChatGPT, a kupton? Shikoj vëlla. Njerëzit akoma marrin informacion të thjeshtë. E di çfarë është e dhimbshme? Neve nuk na kupton njëri brezin ton kur e themi këtyre baballarëve tan mosh që unë përplasem në për studio televizive se këta kanë ngelur, a kupton? Po Rama ka bërë shumë mirë thotë vëlla. Rama ka bërë shumë mirë, edhe Berisha, edhe gjitha se politika nuk ka popullim, ikin njerëzit që janë kërkim të aventurave, janë kërkim të kapitalit të gjitha. Ore vëlla, më pyet mua ti, unë tër shokut i kam jashtë, ja një shoku im tjetër jashtë. Shokët e tjerë nga Australia, shokët e tjerë nga Amerika. Vëlla, ik dhe ti që aty më thonë, se do vdesësh aty, do kalbesh, s'është për ty atje. A kupton qa dhimbje është vëlla? Do më thënë, a kupton qa urrejtje po na kryojnë eve këta?
Po na krijojnë urrëtie o vlla. Po na krijojnë shumë urrëtie. A kupton? Do thonë shumë thellë ata. Edhe është e vështirë politika me ata. Sepse janë në para, kanë oligarkët mas vetes, janë vetë oligarkë. Është e vështirë për shkak që ti të futesh për shkak në Shqipëri, viun edhe të investojë unë në Shqipëri. Budallaja mund të vi në Shqipëri të investojë te brekat e gruas kryetarit bashkisë. Do paguaj taksa. Po. Unë hapi biznes. Po. Ai që i ka legët me pastrim parash nuk intereson, po ku i ke të legët i ke me ders, unë vendi jap fëmijës tim, shkoj do t'ja jap vendit tim, me idenë se pa jap vendit tim, po ne dim shumë mirë që atë nuk shkojnë te vendi jon. Nuk shkojnë ato lekë te kopshtet e fëmijëve, nuk shkojnë ato lekë te shkollat e fëmijëve, ti ke akoma shkolla që s'kan ngrohje. Po. I thotë dysha fikni ngrohje sepse na vijnë shumë lart dritat. Dritat shtetërore. Dritat që ti ke shtetërore, në një tokë shtetërore, në një shkollë shtetërore, i vijnë shumë lart dritat. Cilat drita vijnë lart? Kur ti je rrethuar nga deti, nga gjitha anët, ke luminj, ke gjitha burimet për pasur energjetikën, për të plotësuar për banor sa jemi. Edhe jemi më pak akoma, se ishim 3, ka 3 ca, u bëm 3, u bëm 2, mund të jemi 1 ca tani. Fleça thon këta burr, jo po janë 2 milionë e gjys. 1 milion i një fund personalisht jashtë. Personalisht. Ne mbone asaj. Unë nuk jap dot intonacion serioz bisedës me ne valla. Tu të bëjmë për budalla ore. Ti, a di ku jam këtu? Jam Katun Dedalis. Jam këte nga jugu, këte nga zona e Polikoro, zona e Materës, anë këte. Erdha unë këtu, gjëja parë që ta, shkova te një market për të bërë furnizim me familjen. Isha me një shok që më solli këtu, me qese në dorë më del një shqiptar, o shqipem dhe mua, o të zjedën dhe ta, bëmi foto bashkë. Po ti këtu më zemre, po ti këtu, tu s'ka italioni, tu s'ka njerëz. Tu ku po flasë, tu nuk ka as banor, që dritat janë fika, kupton se nuk është sezon turistik mo. Në qa bëhet o lalidem? Tani ti ke shqiptar ku do në për bot, ky thot jo po se ikin ata, thot, se dhe ti ikin se po kërkojnë më shumë për më mirë për vetën e vetë. Nuk kërkojnë më mirë mo, kërkojnë të kenë drita 24 orë, të kenë ujë 24 orë, të kenë spital që nuk ikin drita gjatë kohës e sallë operacioni. Po flasim për baza, po flasim për gjunat bazë, po flasim për Zvicrën. Dhe janë të gjitha shumë kollaj ta rritshme zemra vllaj. Ti e kupton që unë jam artist tatuazhesh, me çfarë bisedë tash merrem. Në vend dal flas për artin, unë flas se si bëj tatuazhin, si bëj gjën, apo flas për komedin, rry limonali është vetëm kam hapur një account të dytë tani në TikTok, që flas vetëm për këto gjëra që mund të them shpirt valla. Po më dhem në shpirt zemra ime. Të dhem në shpirt, shoh është njerëz që presin Big Brotherin sot për shkak se shtuna, kupton? Kanë Big Brotherin sot. Ka mbaruar muhabeti. Presin Monika Kremadhin të gjithë opinioniste. Të gjën qa perlash do të flasin Monika Kremadhi për familjen, që e kanë sharë vlla. Që e shajnë edhe që e quajnë hajduta. Se kjo është hipokrizia vlla. Po patjetër. Ma këtu mikën në hipokrizia. Qa si kanë hedhur familjes atyre? Keni vjedhur Floririn, keni vrar, keni bë. Pa faj. Po. Pa faj. I kanë ram qaf. Se kështu tha Monika na kanë ram qaf. Dhe tani vlla, Eduard Trokasin. Tani Eduard Trokasin, vlla. Unë e them shumë shpesh tu te podcaste. Nuk presun që Gjarpri mos na pickoja vlla. Se Gjarpri pra atë është krijuar, edhe Monika bashkë me këta politikanët. Na kanë gjetur kapelen sipas kokës neve. Problemi është me neve, nuk ka gjë më të neveritshme, ore, nuk ka gjë më të neveritshme se sa viktima që put dorën e xheladit o vlla. Ke parasysh ti, më thën, në giotin, llogaritë që Robespierrin, të çoje Robespierri dhe thoshe vetëm 1 sekond lutem, po, o ti që do mpresësh kokën, ata put çik dorën. Ikeva mbarove. Është më mirë se ato vajza që shkojnë në Dubai o vlla, që e përdorin gojën për nevojtore. Më mirë ato se sa këta. Më mirë vlla. Do të thënë, e di kush është GDP-ja këtu? GDP-ja këtu vlla është prostitucioni, kurvëria. Dhe është bashkë me kokainën. Po ti je spaçatori i kokainës, vlla, ti ke GDP shumë të lartë. Sepse këtu të gjithë pin vlla. Do të thënë, kur thot tjetri, pse ti nuk pije? Po ti çeke spionën vlla. Kupton ti? Tu pi policat. Një polis. Je polis sot ai, çeke polis sot. Po është të mërshme. Policat.
Po këtu pika kamarierës, po pika polici. Me 700.000 Ti ka vlla, ti ke dalë shërbesh, pra gjithë puna jote si kamarier është që ti i buzëqesh tjetrit, e i thot më silli kafe, më silli ujë, më silli gjë, ti rrezikon dhe jetën herë, se punosh kamarier në Shqipëri është punë me rrezikshmëri të lartë, se të vrasin, në kupton? Je i vdekur. Kamarier, berber, ullallaç, çfarë janë kështu që merren me parkime, këta janë të gjithë kanë një rrezikshmëri shumë të lartë, roje natë për shembull. Se këto vrasin, se nuk vrasin një gangstera, ku ta diun, politikan, atentat për shembull një politikani, kupton? Se ekziston nocioni. Që se bo Amerika për shembull, Donald Trumpi për shembull i ran tani vonë, se kapi ai, i po i ra, kupton? Tentativa për të treguar pushtet populli është gjithkohës. Unë jam kundër që të vrasim njerëz, që t'jemi të qartë, nuk bëhet gjërat me vrasje edhe duke i vrarë politikanët, bëhet duke i futur në burg dhe duke marrë parat që na kanë vjedhur. Nuk duam të vrasim njerëz ne. As t'i falim, as t'i bëjmë. Ti ke zëvendës kryeministrin, më ti ke në për Zvicër, ku është tani? Në Itali tani. Në Zvicër. Ai Arben Ahmeta. Ku po shkëndej ne do pami dhe ai ti mira, kupton. Zvicra është vend i sigurt. Është tupë më. Ai është bërë pendito vlla. Të flasur pendito është gjë tjetër. Ore të flasur, po çpendito këta janë thjesht çështje kush do kapi më shumë. Këta vinë prapë në politikë, baj bot, komunistën, ai s'kan turp. Unë po të them që ti shpjegoj për shembull, duke qenë se unë kam gjithkohës përplasje me të huaj shumë. Edhe rastisë që të kem gjermani, italian, francez, amerikan. Edhe më duhet ne për shkak flasim për politikën, se ata për shkak nga që më shohin për tatuazhet, më shohin duke bërë një video për dikë. Motore, po kjo ç'a është? Po ç'a po flet? Si është muhabeti dhe më çon mesazhe shpesh. Biles i kam dhe me prova, që i them leje mos e pyet se s'ja shpjegoj dot. Se si mundem unë për shkak t'ja shpjegoj dot për shembull Gjermanit, që kush është kjo gruaja e thotë që ti përmend. Që kjo gruaja që unë po përmend them unë, është kryetarja e LSI-së një partie politike, ish gruaja e presidentit që ka qenë kryetari i kësaj partie politike, i cili është burg për korrupsion, evazion e tjera, i cili ka dashur dhe ka përplasur një kryetar bashkie siç është Erion Velia që është në burg aktualisht, i cili është kryetar aktiv i bashkisë. Dhe mas 9 muajsh që populli normal i një populli europian do të thotë që shikoj dashur, unë kam votuar të kem kryetar bashkie. Kush drejshin komandon bashkinë e Tiranës, valla? Ku përplaset vota ime? Edhe ai del nga burgu thotë, "Shiko, që të më ishni mua juve të bëni votime paragoshme, është antikushtetuese thonë." Ne vazhdon jeshtë në detyrë, akoma nga qelia burgut. Kryetari i bashkisë Durrësit, kryetari i bashkisë Kukësit, kryetari. Ore çdo gjënie më, si t'ja shpjegoj një gjermani këtë situatë politike dhe kryeministri është i pafajshëm. Po. Ndërkohë që në Gjermani ka dhënë tjetri dorëheqjen. Ka dhënë tjetri dorëheqjen vetëm se i ishte kapur plagjatur në doktoratur si student vlla, ministër i Bundestagut. Si t'ja shpjegosh? Ktu janë gjithë me plagjaturë. Ministria kryetarja e bashkisë të Suedisë hoqi dorë sepse me fondin e parasë së saj bleu një Toblerone. Toblerone ishte blerë me fondin e bashkisë, pra ka një kartë ata të veçantë për dietat e bashkisë dhe kishte përdorur për të blerë një Toblerone 6 euro, 5 euro sa mund të bëj Toblerone dhe shumë e dashur për publikun. Tha ata i doli kjo gjë që ti ke blerë një Toblerone në filan datë, në filan muaj dhe kjo tha ne këtë dhe bën mediatike, donin protestuan çunat. Juve tha, jo çokoladata, neve se kemi marrë në punë pozicion që juve të bini çokolada, tha. Ju kemi marrë në punë që bëni punë e juaj, do t'ju dali rroga. Si mundesh t'ja shpjegosh për shembull ti belgut këtë muhabet? Që belgu për vete sot në vitet sot është suedezi, unë po flas çiko pak. Gjermania, Suedia, këto vende që sot po kanë marrë shumë emigrantë, shumë të huaj, shumë probleme, a kupton? Dhe gjithë problemet vinë sepse kanë të huaj. Kanë të huaj gjithkohë që ju vinë, ju vjedhin, ju marrin ato gjëra që kanë benefitet e tyre, se prandaj shkojnë. Po. Prandaj vjen një shqip, kur vjen njëri vjen në një marum që të kaloj këtej në Europë. Tani bukur është se ata e din kush është armiku, në din që armiku është kurdish, etj. Thotë Gjermani, ne jemi gjermanët edhe ata. Po në Shqipëri kush janë ata? Jemi gjithë shqiptar. Kush? Nuk e grek parlament, nuk e shqiptar, nuk s'ke kinez parlament as tush. Kush janë ata? Ata janë një numër aq i vogël, 500 veta,
Gjithë me politikan, me oligark, me... Po, 500 veta. Ja 1.000. Në biznese po tash 500 veta. A janë 20 milion shqiptar? Po, në gjithë botën. Kush janë këta që ti ke frikë? Kush janë ata? Ata janë një numër kaq i vogël që ti nuk do t'i kesh frikë. Ata duhet të jenë për ty. Ata duhet të jenë që ata të mendojnë për ditë që ti fitosh më mirë. Janë inkriminuar vlla. Si e thetin fillim fare, të merr halla një herë në 8 vjet dhe të thot, shikoje, dua ai çuni që ka mbajt qenin pranë teje të shtëpia, ka nevojë për votën tate që të fusim gruan e tim punë. Ku i dalën gotës hallës te kushuriri. Pikërisht vlla. Pra, këtu njerëzit e shesin bythën vlla për 500 euro në muaj. Dhe preferojnë të poshtorohen nga një drejtor i cili është debil. Po, 500 euro për 4 vjet vlla. Po, në muaj për 4 vjet. 50 euro ka. Ah, okay. 50 euro. Ka dhe nga këta. Ka dhe nga këta vlla. Ka dhe nga këta. A kupton? Unë po flas për këta që quhen shtresa e mesme ore. Sa oferta ke refuzuar ti vlla? Në lidhje me çfarë do të gjë në jetën tënde vlla, që ty të prishte paqen e brendshme. Mbaj dignitetin tim. Po. Po pra, prandaj kam marrë në katun të Italisun, që të jetoj me dignitet në qetësinë time. Çdo lloj gjë që vjen si ofertë që është e pisët, oferta që bëhet me shumë lek ka i fut me valla. Po shitesh diku. Sa më lart të jetë pazari, aq më shumë do shitesh. Do bëhesh pronari i filan fistekut. Siç janë bërë këta, s'ka ngel njeri më në Shqipëri. Na janë bërë dhe aktorët e Portokallis, tani na marrin pozicione kryetare bashkia, kupton? Ky është realiteti, më janë bërë bukurosha gjithë më. Edhe kryetari i bashkisë të Ersekës është bërë bukurosha, e ke parë? Po. A ke parë më ka bërë bukur, është zgjatur më. Ore është zgjatur më, ishte 1.20 ka shkuar 1.80. Ata janë bërë gjithë bukurosha, vëllai. Zgjaten, zbukurohen, nuk ka ngel njeri pa u bër. Pse nuk vin nga ofertat? Vin sa më i bukur tjetër, ai më shumë oferta i shtohen. Pa ne rrim shumë tutme. Me zi rregull e mjekër, me zi flokut i majmë kështu. Ti çik se s'ke çfarë të dalesh në Tiranë. Unë jam këtu jam me këto me majmunat. Isha dhe unë regjistrim. Po çfarë ti bësh? Unë jam i gjithë më i rrallë. Ja më vlla. Shikoj se tani na thon njerëzit, po ti vete qethesh, rruhesh e bësh. Ç'a të bëjmë para vlla? Duhet me punu si kafsh. Po shkosh te berberi atë, të preki berberi brylin me organe gjenitale. Të fërkohet berberi aty kur e të arritja. Kemi mos neve ta fërkohet berberi, vjen aty berberi, ruan duk, prek nga i ditë duk, pide mundohet, tristë të zepi, fërkohet nga dy e ka bode 10.000 lek qef me negenja. Ti këtej fut brylin mërë të karike, ka bode karike pa mërmajtë, ku fërkohet berberi, vla, ti që mundohet, kjesh vete nga shkosh, edhe në punë vare, do shkosh prapë në 2 javësh. Do shkosh pas 2 javësh, t'japësh 10 tjetër. Sa është për 10-20. Shikoja, dua të bëj një pyetje vlla, që ka të bëjë me jetesën tënde jashtë. A ka mundësi t'ja thuash ashtu bruto, siç diti ti thuash gjërat, se pyetja mund të duket klishe, po cilat kanë qenë sfidat më të mëdha? 3 sfida dua vlla. 3 sfida të tuat më të mëdha që ti ke hasur në Gjermani, sepse njerëzit tu e kanë iden vajtje re në Gjermani dhe ka kapur veten, a kupton? Tani po na jep dhe men, edhe tjetri. Po, ka mund të t'ja u tregosh pak realitetin? Është pjesa vështirësi. Okej, vështirësia e parë është do të lija nusen për kur ishim sa marrëdhënie. Vendosëm nusa ime që kam sot bashortet time, ishim në lidhje. Më tha, unë më krej do të me ty këtu, më tha mua, sepse kur isha në Shqipëri në 2021, masi ra korona, po mbyllsa një biznes tjetër, unë u demoralizova plotësisht. U bëra pre pijes, pre një jetë që ku po shkoj për ç'a jam këtu, ku duhet shkoj unë, ku jam i destinuar unë, ku më jep mua Zoti ëndrat dhe ku përplasem unë për ditë, me ç'a flas ato paguaj do të qera në fund muajit, cili shok marr me qera, ku ti marr borxh nga shokët që kam, se ata s'kan lek për vete, disa se janë gjithë në një situatë. Na kupton. Se kena shok oligarka, i kena shok puna që punojnë, jetojnë, dhe duan venin edhe mundohen me gjunat e veta. Përplasja e parë ishte kjo,
Shkova, ku do shkoj, kam shku kam fjetë i divani i shoku tim që punonte në fast food në Gjermani, se nuk doja të shkoja në për horra. Se nuk dua horra, unë dua njerëz që t'japin horllëku ty të bën se të detyron vendi. Nuk ka zviceran që dele dhe len Zvicrën që shesin drogë në Angli, nuk ekziston. Se s'ka nevojë. Ti ke shqiptar që ka shitur drogë, se po i bi çik gjatë muhabetit, po ti ke shqiptar që unë i njoh personalisht që kanë shitur drogë në Shqipëri, kanë shkuar në Finland dhe punojnë ndërtim. Edhe dhe Mundali nuk po shet drogë në Finland, pse thot shesun drogë në Finland? Që të shes drogë në Finland do të marr makinën, të bëj një rrugë iku 40 euro karburant. Do shes atë gjën, do fitoj 20-30 euro, do kthehem prap, ashtu kanë 120 euro, 140 euro, apo jo? Po. Në ndërtim thotë unë fitoj 180 euro në orë, vëlla. Edhe jam kapadai atje, çohem mëngjes, pi dhe kafen, shoh dhe diellin, shtundjen e kam pushim, kam spitale, kam zgjoj, kam gjoj. Kjo është arsyeja pse ikim të gjithë. Sepse jo se si thotë Rama që kanë kafen e keqe. Kafen e keqe e kanë ore. Moti është komplet i poshtër. Puna është çao frontin tavolin. 3.000 euro në Shqipëri apo 3.000 euro në Gjermani. 3.000 euro në Shqipëri, po vdishe do shetësh veshkën që të vesh zemrën. Do heqësh njënën të vesh tjetrën. Në Gjermani ke pagu 250 euro, 200 euro taksat, atë siguracionin, ti bovenin. 3 gjonat e mia kryesore. Një e para, 5 mëngjesit hapa një biznes të ri, hapa në tokë, isha pa letra, se duke qenë se kemi një pasaport që nuk ta pjerdh asnjëri fare, nuk ka rëndësi a je artist, a je doktor, a je, të gjithë shqiptarët që dalin lejnë Shqipëri në përkufit e botës, të gjithë do ju hapet bytha këtu. Të gjithë janë vetëm, janë pa mbështetje, shumë pak kanë që kanë mbështetje dhe të gjithë janë me një drejtim të vetëm. Do bëjmë maksimumin që t'ja dalim se s'ke mundësi për mbrapa. Ti nuk ke kësi mbrapa i dashur, ti e vetëm drejt me mur, me fusha, me pemë, qatë kesh para do t'i futesh. Dhe atëre ti bësh ai që bësh. Kush bësh? Bësh njëri i lirë. Sepse unë jam ai që kisha nusen, i kisha nusen shtatzan, edhe flija në bodrum të Gjermanisë, kisha një bolje që i kërciste gazi se kishe defekt, ajo kërciste bam bam bam, dhe ai jepte fort në 4 mëngjesin dhe dilshim jashtë bashkë me nusën, kisha dhe macën dorë, dilan mes stotit Gjermanisë minus 20 gradë. Edhe nuk kthehesha në Shqipëri. Më njifshin gjithë si xhia jetën, se po hapsha biznesin. Unë e kisha hapur sipër dhe kisha lënë bodrumin poshtë për të jetuar me bashorte. Thonë xhia jetën ky. Këta e kam pasur shumë mirë ata TikToku tim, kur mesha rrugët e Berlinit në për trena, më vënoi treni, e përfundosha që isha i përgjumës e nuk gjeja dot një hotel ku të rria, e flinim në për trena kena fjet. Çka kujton se është jeta? Do 3 gjona. Largimi nga Shqipëria dhe në gjitha drejtimet që kam bë, sin veri, sin jug, si me jemi zënë me turq, jemi zënë me gjerman, na kanë përzën, na kanë mbajt, na kanë dashur, na kanë puthur, na kanë larguar, na kanë futur. Dhe asnjë nuk ka qenë mundësia që të ktheheshim në Shqipëri. Duke Shqipëria më e keqe. Kthehem në Shqipëri thoshë unë është Mbarova valla. Mbarova. E kupton, unë jam çun Tiranë, kam shtëpinë mbrapa 15 kaçit. Kam shtëpinë time, kam shoqëninë time, kam lagjen time, kam çdo gjë, unë Tiranë kam gjithë rrobat e mi që ato që kanë ngjese. Kanë akoma që kanë ngelur, e kupton? Kam motorristat e mi, kam shokët e mi dhe mu duke kisha frikë vjen vendin tim atë tokën time. Mu desh bëja shumë gjona, mu desh kaloja shumë gjona të vështira që më vi dashuria për Shqipërinë, them pritore. Çado që të bëj unë këtej, unë do jem po ai shqiptari. Kështu që i kthehem vendin tim tash, prit pak. Se tani e kam dhe mundsinë, se kurse ke mundsinë e ke gojën e lidhur. Nuk e lidhur gojën, mëse po vit punoj edhe unë aty, ti ke hapur podcast që ti je i pavar. Po punove në televizion, do të thotë shefi i televizionit. Shpendo këtë mos e thuj, po këtë mos e bëj, po këtë mos e bëj. 1 miliard%. 1 miliard% ashtu është vëlla. Prandaj. Rrjetet sociale ne me këtë na dhan mundsinë, ti jemi pavar. Dikush e përdor pavarësinë. Si puna jote, si puna ime dhe ca të tjerë. Po e përdorin pavarësinë për qenë të lirë, për një vend më të mirë, dhe disa e përdorin për të lëpirë dhe për të bërë pjesë me këta kërma që janë xham pushtet. Zgjedhje jete. Thjesht ta kanë shumë lek. Kanë shumë lek. Vinë me valizhe të mëdha. Nuk i mbyt dot. Do të kesh shumë dashuri për vendin. Do të kalosh këtë sakrificë që thash unë, a kupton? Ose ta kesh në gen atë dashurinë për vendin që thu do ta bëj valla, a kupton? Por edhe si thash, ne jemi në fuck you position, është ti në fuck you position plagë.
ti ke parashiku për shembull që po nuk u bë diçka, e di që puna po me xhia jetën në rrugën e botës. Ti do marrësh laptopin dhe do bësh podcastin siç e bisedoj nga hona. Neve në honë të dy bashk, me vim një akvarium të koka, edhe shajmë nga atje. Jemi të gatshëm për t'u larë që të bëjmë që të kemi të drejtën e fjalës. Shikoj. Kjo është liria jo. Largo ose rri. Këtu është një lloj, si thëm, është një lloj vështirësie, sepse armiqtë tan nuk janë këta bastardët që janë lart o vlla. Këta janë shkak pasoja. Armiqtë tan janë të ngjashmit me neve o burr. Të vjen tjetri të ngre rop në ajër të shanti Ramën, o vlla. Ore më thot mua tjetri do të vrasë se ti shan Ramën, ti Ramën i ha të e leshe e presh. Rama vlla që ja shqyen zgardaballën ditë për ditë vlla, dhe merret me mua më debili, a kupton? Merret me mua vlla. Po tjetra të intën, me avokatin, na futet njona, dhurata me leqe. Se mbaj mend si emër se ishte thagën vlla, ajo që dëgjova. Komunizmi tha, nuk ishte aq i fajshëm. Problemi ishte te trockizmi. Ishte te trockizmi vlla. Trockizmi ishte një rrymë e cila dëmtoi komunizmin stalinist. Sepse Enveri nuk ishte i keq vlla, ishin ata të këqinj, ata që sollën rrymat anti-revizioniste. Ka akoma ata që vdiqën ishin. Bravo vlla, bravo. Po komunizmi akoma se kuptojnë as në moment që Shqipëria ka kaluar asnjë komunizëm, ka qenë vend diktatorial. Diktatorial vlla, po. S'ka ekzistuar më komunizëm. Edhe është diktatorë e djathtë. Edhe komunizmi ka. Po pra, di ke qenë diktatorë e djathtë, nuk ka qenë komunizëm. Ai ka qenë Pinocheti. Ore ti vetë një vend, po ti vetë një vend atë që shkatrove gjithë, po shkatrove xhami, kisha, po që bën e vend ateizëm në gjithë botën, edhe ai tek Mustaqia, mos e përmendin emrin se na hapen probleme në rrjetet sociale. Edhe ai tek Mustaqia, piktori i famshëm austriak në Gjermani, edhe ai zotnia ishte shtet laik. E pranem Zotin dha, neve tha vrasim qifuta, po Zotin e dum. Ne vrasim, po janë bjonda se boqelli dha i shujm. Ama Zoti është një. Me mirë vend me ta goda. I vetëm shtet në gjithë botën që ne kemi qenë ateistë, komplet ateist. Edhe bukur është, akoma jemi vend që neve sot luftojmë për fe. Ne zgjena musliman katolik, a kupton? Pse thotë i thot për shembull katoliku i thot aty pse thotë selam aleikum, a kupton i thot muslimani shqiptar. Muslimani shqiptar i thot katolikut, po ti i thot se ti puth papën. Gjota me fjalë, në asnjë moment nuk është i përbashkët. Kemi një Zot, asnjë nuk e di kush është, cili është, çfarë është, kush është, si është paraqitje. Pse prandaj quhet besim, nuk është fakt, nuk është provë, është besim, ti beson atë gjë. Dhe në të gjitha besimet që janë, një qëllim ka, të duash njëri tjetrin, të dashurosh njëri tjetrin, të punoni së bashku, nuk ka rëndësi e katolik, musliman, nuk ka rëndësi se nuk vret feja, more. Vret kallashi me ato botin atje që vën shamin aty, apo edhe katoliku fundi që katolikët kanë pas vrarë 500 vjet përpara me shpatë, thjesht i dhan men, sa prit dalin pak tani se. Njëjtën gjë kanë bërë të gjithë. Mos i ndosin duart. Janë thjesht njerëz të instruar për të vrarë njëri tjetrin, nuk duan pretekst. Agjentura. Janë thjesht njerëz pretekst për të vrarë njëri tjetrin. Janë agjentura. Çfarë problem ka se ti thu selam aleikum? Apo çfarë problemi ka se ti thu amin? Ka një shprehje të bukur Tencia Opini, një kinez i famshëm. Thoshte, nuk ka rëndësi se çan ngjyre ka maci, rëndësi të kapi miu në vlla. A kupton? Çfarë duhet më është grije kuçi shile apo e ver. Kap miu. Ktu ne merremi me o vlla. Ne merremi se si tall bytën në Rama me fermerin. Me fermerin o vlla. Domethënë u bë lajm ta nuk ka bir kurve ta më intimidoj mua o shoku. Po ta lërofsha atë fytyrën. Po ti hiqë njerë nga kryeministri mor BK, dil njerë ti si shpendi si re, e të shofim, kanë frik njerëzit apo s'kan frik njerëzit, ata e ka marrë me shpulla ma. Po pse mo, Ramon i bën replik ti mo, nuk i bën replik fermerëve aty, që rrinë si to qaloqe të gjithë bashkë, edhe presin
adhurimin çfarë do thotë brezi. O zemra ime, kupton çfarë po flasim. Ne presim që Rama tulet Rama. Mos pretendo tulet Rama, mo, pretendo të ngrenë fermerët. Berlini e vuni mor Gjermani more. I rriti taksën 0,2 cent valla, bllokun gjithë autostradën e Berlinit. S'kishte shansin me galu Gjermani në gjomo fare. Në Francë putën jodhen plehun brenda. Te McDonald's. O vllachko, u vra Klodian Rasha, na shkruanin patronazhistët neve, juve dogjet pyllin orbitale, o shoku. Po ma, dogjet mos e diqni. U vra djali, po shtëpis. Te muri shtëpis vet duke pirë cigare. Kujt i intereson more? Populli shqiptar, populli shqiptar do thjesht dhimbjen, i pëlqen trendi. Dhimbshurinë e kemi trend, o zemra. Digjen kalamojnë Palestinë, sa keq. Bëjmë foto, nxjerrin kështu fotografi me flamura. Në çdo ditë në Afrikë dhe në Indi vdesin rreth 5000 deri në 8000 fëmijë nga uria. Uria, jo luftra. Buka, o vlla. Ke pati një shqiptar të ruaj bukë anash apo të bëj më pak ushqim. A kupton? Nuk flet njëri për Afrikën, se janë zi ato, por si kanë qenë zezakët, se janë çik, ne jemi çik rreth, kështu që si duhet. Vdesin fëmijë për ditë. Po s'është trend, nuk është trend. Doli ky majmuni me këtë, majmuni lodër, marrun shqiptarët. Doli një trend i ri, doli majmuna atje kopti zoologjika, kupton? Marrun shqiptarët. Fotografi në për story, video, ore dun, është trend vëlla. Ku ti plasë zemra? Ti ke kalamojt e Çamoris akoma gjakun e kanë tokë atje si ka plas njeriu. Kalamojt e Kosovës. Nuk i kujt i intereson. Nuk është trend, më është trend i momentit. Fëmijët e Gazës. Momentit vëlla. Trend edhe Gaza. Trend për ata. Janë hipokrita, jemi popull hipokrit. Popull hipokrit, trendash. U bë profet e Gazës sepse u bë mediatike, u bë trend në për TikTok rrjete sociale. Po mos ta kishin bër, e njëjta gjë siç ndodh me Iranin sot për shembull edhe çfarë bë, që nuk i plas njeriu. Nuk është trend. Boje trend të ndjek shqiptari. Se shqiptari nuk ka dëmshuri për veten e vet, për komshiun ngjitur. S'ka për fëmijën, o vlla. Shqiptari. Për fëmijën e vet, sa fëmijë vriten. Nuk ka për fëmijën e vet, o vlla. Domethënë, unë ja kam hequr vizën këtij populli në momentin që u vetvran dy goca me letër, studente, dhe u vran ato djemt me njëri tjetrin. Tani s'mund ta quash vrasje si djalë 14 vjeç, 15 vjeç që i ka plas hormoni o vlla, kupton? Se ne jemi mosha kaut plaka dhe me nasha njëri nga rop, vetë i lshohesh tjetrit nga makina në makina, kupton? Që gjas me më të pjekur, është mentaliteti jon. Po si nuk pati një revolt prindrish që to jo vlla, unë atë shkollë, me atë drejtor, me atë roje, me këtë ministër e arsimi, me këtë kryeministër nuk ka shanse se e ardhmja e vendit janë fëmijët o vlla. I çun si klysha prap. I çun aty Rametliut te vendi një buqet me lule, u bën fotot me zyshën kujdestare, miru pafshim, edhe luajmë neve gazetare tash. Asa gjuna futem zëmër plasur sot në këtë përvjetor të vrasjes atij djalit 13 vjeç. Atë e vram ne. Vit për vit është puna kësaj, atë e vram ne. Edhe kap edhe ca poza të bukura kështu, dola bukur, Vari lesi iku ai tjetri. Po t'ishte fëmia jot. Si të vjen dy po t'ishte fëmia jot. T'ishte fëmia im, unë do isha kaçak maleve, o vlla. Ose do më kishe ikur fiqiri, do e kisha lëshu pllumat. Ti ke gjyshër. Mirë se ti për shembull je djalë i ri, mund të kesh 2 fëmijë zemë. Po. Edhe për të kushtruar jetën e një fëmijës tjetër që e ke gjallë, nuk e çfarë bën. Ti ke gjyshit o valla që ndërron do të rrojë deri në 100 vjeç ai. Dhe pampers gjyshi. Po. Se merr patllakën gjyshi dhe bëj vetë gjyshi si dali atje përpara dhe thotë shiko pa, se më bëre këtë gjë. Ti thot doktorit më vrave nipin. Mbrave fëmijën, çka do mbasi gjyshi? Gjyshi me pampers është. Gjyshi dhe po shkon në burg do t'japin cigare gjyshi, do ta nderojnë atje do kënaqet, o gjyshi. Je gangster dali. O bisha, kupton. Gjyshi do ketë jetën më të bukur jetës vet. Do vdesi trim pun fare. Do të vdish ato, do vdes në burg do po shkotora mora hakun e nipit tim. S'ka një hak. Nuk ka hak në doktora, nuk ka hak në asnjë lloj gjëje, në asnjë lloj në asnjë lloj krimi që bëhet në jetën e një shqiptari, jeta e shqiptarit është pa vlerë, është komplet një qenie. Vdish, sa keq gjynof. Çfarë do ham sot për darkë?
vdish një fëmijë atje e vrau dentisti me narkoz. Po del gjyshi do të marrë vendim nga gjyqësia. Po kush merr vendim gjykata, policia? Çfarë bën ti gjyshi? Rron, shkon 100 vjeç. Se një pitiku. Prandaj është problemi. Nuk është thirrje për luftë. Është thirrje për a do ngrinit se mirë luftë nuk bëni se këto e morën vesh neve, për të vrarë nuk vrisin njeriu. Po një votë ta ndroni më. Se edhe ai Robbie Williams i amerikan, aty famshëm aktor i famshëm, thoshte politikanët dhe pampersat duhen ndruar shpesh dhe për të njëjtën arsye. Sepse dhiten. Ju ka ardhur muti në qafore, ka ardhur tu pampersi. Muti ju ka ardhur tu. Ju e doni ta hiqni këtë pampersin tani dhe ta ndroni me Perishën, me një pampers me mut të tharë që i keni pasur deri në 2009. Do futet atë pampersin e dhier. Po futet ai pampers të ri valla. Futet mandin i shtullën atje bëje kryeministër. Dalin parlament të ejnë të vetë ja fusa të hajde Kokomelo, hajde vazhdojnë mirë, vetëm në zhijë, Po mandi do t'i vi qënovë, se mandi nuk është e përgatitur, po t'i vi qënovë, po të themëre. Mandi në masë nuk e ka, se ka shkollën, arsimin për qënë politikane, apo të drejtoj një shtet, po të e shofi valla, ka në moni kur s'ka buk të hajde një qënovë. Kanë këta më shumë se mandi. Këta që janë sot kanë më shumë shkollë se mandi. Zeshineja ka. Zeshineja janë kokë në kokë. Mandi me të vërtet mund tjetë i parë si muar vlla. Po mandi të pakën lekët e veta i ka bo nga talenti vet. Ato lekët që i hedh vlla i ka bo vetëm nga rryli vet vlla. Po talentum janë dhe këta që janë politikë, se thut do të atë gjë. Se janë dhe ta shumë talentum janë, me rryl të gjithë, edhe ta me rryl e kanë bo. Nuk din të kënojnë, do me rryl. Se thut do të atë se. Ata janë më talentumin nga gjithë, ata 120 që janë adje, ata janë më talentumin nga gjithë. Se ti kujtos të bosh kollaj politikanë në zemra. Ti është Zeshineja një, nuk ka 2 Zeshine. E gjen do një Zeshine tjetër ti, do të. E gjen do të një Edvin Kristaq Rama tjetër ti do të gjithë Shqipëri. E gjen do të një Berish tjetër, e gjen do të një Lirmet tjetër, valla. Një Monika Kremati tjetër, më gjesh një njeri që njësoj më tjetë identik, si gjen do të, ta janë unika, valla. Si xhia jetën, që ne të dy për shumë më të gjesh e ca të tjerë, ca karaktere ngjashme i pu tu babe zëvendësohemi ne. Ata janë unika, valla. Ata janë unik. Po çai bën unik ta? Pa rritshëm zemra ime. Çai bën unik ta më? Ata janë të gatshëm vllai tem, të hanë, të hajen, të niqen, të vriten, të bëhen për çdo gjë si për patur atë grimcën e pushtetit. Nuk flitet për lek. Nuk luftohet për lek, luftohet për pushtet. Edhe me gjitha më themi dhe drejtën. Sot shumë veta që rrin pushtet rrin edhe nga Afrika e zullumeve që kanë bërë përpara. Po. Se politika i mbron. Ajo i mbron. Po, ky është argument, ky është argument politik. Ta garantojë që ky është argument. Ta garantoj që në një argument politik, a kupton Berisha, Rama edhe do ishin shkput në një moment. Ata e dinë që po të shputen, i vin zullumet që kanë bërë, i vin problemet që kanë dhënë një popull të tërë. Dhe vetëm në formë që mund mbrohen, prandaj dalin akoma për tasin këta. Sepse po Ramën po le zemra nga tepricat. Sepse nuk e lën dot, se po e la thot ndisha. Mendon shumë ai ore. Më shkatruan. Këmtona, e kap dhe fiksimat, e kam i not mëdh, te pide dy një e pide kamarier të la, po bëjnë muhabet alla. Ai e ka me këshume, e ka me tender, ai. Bën tu tender. Ka me tumë, ka do bëjmë dalu, kapim edhe kruës, kapim i tender, ka një tender rrugë më një, sa është 50 milion euro. 50 milion, ka një 100 më një 100, i zenë më lajtë. E që këtë se. Për të dajmë me të dy anët Allah, ti ke parë, marë gjupin tjetëri, visha, ves syve në zjetë synja, Allah. A në qa bëhet, është, më të e kam me siklet më. Edhe bukra është, mishe kam ta me siklete, po si su sikletos një popull të zemë. Si ka mundësi, Allah, si ka mundësi ta nuk sikletosin kur? Nuk e din budalli që mund të votosh dhe ti këtë tjetër më plakë person, nuk e din ona. Se kanë idenë që ti mund të votosh një tjetër komplet. Mendoj që këta duhet zgjidhen se s'bën. Po vjen kjo si pasojë e atij fakti që hidhe si duash ti ky më thon Stalini vlla ka pasur një shprehje shumë të bukur. Nuk ka rëndësi se kush voton, në rëndësi ka kush numëron. Mos vall ky popull e di që numërojnë gjithmonë gjëra në favor të atij që është në pushtet. O zemra ime është
Është zemra ime ka problem, pak nëse si e shoh unë. Është një popull olalitem që librin e fundit që kanë lexuar ka qenë Abetarja. Po. A kupton? 90% e popullit ton, 90% e popullit ton, librin e fundit që kanë lexuar ka qenë 8 vjeçar, jo në gjimnaz, 8 vjeçar, ato librat e shkurtra, e kanë vogla, në i prall, libra me pralla. Shkoti nëpër trenat e Gjermanisë, ke të rinj gjithkohës me libra në dorë, nëpër librat e Italisë, ke të moshuar edhe të rinj. Libri, pinat alkool. Po të shkosh në premte ndarje, i ke me vodka në dorë. Tunën e kemi libër, e njëjta gjë është. Shqiptari s'ka lexuar libra zemra. Shqiptari edhe besimtarët, ti ke besimtarë që flasin për Biblën, për Kur'anin, dhe ta garantoj që asnjë se shumë prej tyre s'e kanë lexuar deri në fund. S'e kanë lexuar deri në fund, çfarë ka thonë Hoxha apo çfarë ka thonë Prishti, ja kupton? Si mendon ai Zotin? Se ka nevojë Zoti për ndërmjetës. Vetëm në Shqipëri ndodh edhe me vendet e varfra mëndërisht që ai mendon se Zoti sjell asistenta, ka nevojë Zoti për asistent për këshilltar që të dëgjohet fjala vet. Ta ka thonë librin, boj mirë, më na haj mutin e fjalë hes tash. Ti sa atë se bë, as atë se lexo. S'ka Japonia problemet tona më zemra se lexojnë ata çuna. Po. Flet atje hierarkia samuraj, se neve majmë kështu me tradita. Ti ke japonezin, traditat japoneze janë. Unë e dashuroj kulturën e tyre. Hajde të lexosh, hajde të mësosh nga ata. Unë e dashuroj vëlla, e dashuroj kulturën e tyre. Me shumë mundësi re është kputur për disa minuta. I ka rënë interneti. Shpresojmë që të na kthehet prap. Ndërkohë që juve, sa bukur, domethënë nxjia e jetën. Ja, kjo është fotoja e ditës për nxjia e jetën. Kështu do ta bëjmë, kështu do ta bëni. Domethënë prisini këto dhe hidheni në TikTok. Nxjia e jetën me Gashin, me Profen, duke diskutuar me njëri tjetrin. Kjo është. S'kemi çfarë të bëjmë. Interneti është i keq. Por neve nuk kemi çfarë të bëjmë kësaj gjëje. Mos harroni që të bëni subscribe, sepse e shoh që shumica prej jush na shikoni dhe nuk na bëni subscribe. Bëj subscribe, sepse duke na bërë neve subscribe, na fuqizoni kanalin dhe neve prodhojmë sa më shumë për juve. Gjithashtu mos harroni që ta shpërndani dhe të shtypni like te video tona. Kjo është mënyra më e mirë për të ndihmuar njëri tjetrin, siç po ju ndihmojmë neve juve me informacione, me gjitha me radhë, ashtu kërkojmë dhe neve ndihmën tuaj dhe nxjia e jetën u kthye përsëri. Po të vogël. S'ka probleme, e marr me mend vëlla se interneti. Atë them vetëm një gjë që po shoh tani, nga që kjo zona që kam shumë e habitshme. Po shoh miza, jugu Italisë për shembull, edhe Gjermani shoh shumë miza të ushqimet. Një gjë që më bëni përshtypje që kur ktheva në Tiranë, që isha para një viti, tani do të them prap, nuk pash ishte sezon vere me plera, me shalqi, me fruta, perime, kokër mizat e koshë plerave. Kokër mize. Edhe që t'jemi realist, çfarë është miza si insekt? Çfarë kërkon miza? Kurrin miza? Miza minte te muti, te organiket. Te ku ka perime, për një kohë për shembull, ti hidhshe një shalqi, marr me si boshin koshat e perave me miza. Dhe shalqiu ishte bio, ishte cilëtor, ishte toke. Sot as miza si afrohet shalqiut, apo perimeve, apo perave sot o zemër. Plastike vëlla, janë gjitha plastike vëlla. Plastik, dhe të mërë që kam gjithë kohët miza vërdal që më takatuna. Gjitha plastika. Ti vërdal gjë miza ngoma, e ka ngoma gjona për të hongër. Edhe mizat kanë hikë zemra, edhe mizat kanë hikë në emigracion. Tu vetëm mizat, kanë ngel vetëm mizat e derkucave vëlla, janë këto mizat që të pickojnë dhe ti pastaj vdes pa pritur nga pickimi i mizës ose mushkonjës CC, a kupton? Patjetër, e meriton vdesësh, ashtu meriton vdesësh. Me thon drejtën e kitën. Ashtu se meriton vdesësh si martir ti. Që si njëri që vdes nga korona, nga gripi, nga i gjojë, po s'ke çfarë bën. Ore, dua në Tru Podcast ka njerëz shumë që të ndjeken edhe nga këtu,
Biles kanë qenë djegësit që më thoshin, ore, zia jetën të ka përmendur ty Marinin e tjetrin, ta harroni që unë t'i ndjek edhe t'i bëj like gjithë aty. S'ti bëj like për support, unë t'i ndjek vlla, realisht. Po, kemi pasur, kam shumë dashamirësi për punën tate, për fjalën tate, shumë e rëndësishme për mua të kemi njerëz të falenderoj shumë dhe të dua fort. Shpresoj, domethënë, mezi sa pres që të takohemi nga afër, të rim për çefin tonë, të ham një drekë, të diskutojmë jashtë kamerave, gjona tona. Do vi shumë shpejt. Je mirë se pritur. Rej, të dashur miq, juve, çuna dhe goca, gra dhe burra, se këtu ka shumë gra dhe burra, që janë dhe motorista, që na ndjekin, në qoftë se doni që të bëni tatuazhe të mira dhe cilësore, Rayman Inc. Në Instagram dhe TikTok ka vetëm një kusht, ti mund të kesh lekët vlla, ti presësh. Në qoftë se i ndërhyn te puna e vet, si puna të më vish mua këtu dhe të më thuash do më bësh të pyetje, harroje vlla. Se di unë se çfarë pyetësh bëj. Të njëjtën gjë do bëni edhe tek Rej Sulejmani, super djalë për post të gjithave edhe super artist, sepse s'mund të jesh edhe super artist, po mos të jesh njeri mirë, sepse artisti është çështje vizioni dhe çështje shpirtërore. Kështu që futuni tani në këtë moment follow në TikTok dhe Instagram për post punëve të shkëlqyera që ka, keni për të parë edhe content komik në dukje, po është me super mesazhe brenda. Dua nga ty vetëm një thirrje, një lloj thirrje qytetarëve të Tru Podcastit, këtyre ishullit të mbijetuarve e quaj me avokatin. Se këtu kemi ngelur ca njerëz të mbijetuar që vijnë me flasë me njëri tjetrin o vlla. E kuptoj. Po ashtu është gjithë vendi jon, kurse. Vetëm podcasti apo, gjithë vendi i mbijetuar. Që të bëj thirrje unë ty. Thirrje të bëj vllai atë. Unë nuk është moment thirrje, është moment lufte. Po pra thirrje për luftë vlla. Thirrje për luftë, po me kë do luftojmë more? Kundër kujt? Nuk çaj. Neve kundër atyre. Kundër kujt ore? Kundër kujt do luftosh? Edhe këta të rinj që janë bërë sot edhe këta janë për të vrarë për vete. Ajo luftë vetëm që do bëhet, që kam ta treguar koha, është që njerëzit të cilët nuk janë shitur deri tani si puna jonde, njerëzit që kanë podcaste, që nuk kanë televizione, njerëz që nuk punojnë në televizione për të shitur fjalën e drejtës apo e përdorin edhe si formë aktrimi, se janë bërë aktorë të gjitha, janë një aktor i bukur se tjetri. Njerëzit që kanë vuajtur dhe njerëzit që kanë provuar rrugën, njerëzit që kanë provuar, njerëzit që ka dhënë talent Zoti për ta dashur vendin e vet. Nuk ka nevojë për thirrje, ata e din ku janë. Ata e din kë ndjekin. Ata njerëzit që të ndjekin ty e din çapo ndjekin. Ata që më ndjekin mua do kemi ne për herë në një kopil që do fusi çikundën për të spionuar apo për të hedhur vrerë, se është i paaft për të bërë gjë me veten e vet. Por ne goja na ka dhënë Zoti vetëm hangër buk. Na ka dhënë edhe për shprehur ndjenja, emocione, se prandaj komunikoj me gojë, jo me byth. Po. Komunikoj nga sipër, jo nga poshtë. Edhe pse ata që komunikojnë nga poshtë janë bërë parlamentar sot. Neve do zgjedhim ta bëjmë gjërat me gojë, me mund, me djers. Mua më ke mik sot i dashur, për atë që ti je, dhe nëse ti do ndryshosh, nesër do jem armik i joti. Absolutisht po. Do jem akoma dhe më inatçor, sepse do të kem besuar, se unë ata se kishe pritshmëri, po. Të dashur, unë kam pritshmëri. Unë do krijoj urrëtie. Se urrëtia është term dashurie. Ti do ta duash dikë që ta urresh. Se një nga rrugat i se urren, se plasi bytha, do të bëri dëmin i thoi kanë atë drasa, ti e don dikë, ajo dashuria e madhe kthehet në urrëtie. Dhe unë kam dashuri për ty dhe për vizionin tënd, dhe me shpresën që ti do bësh diçka nesër. Edhe unë prenonsoj me shumë pak njerëz, i pari që unë, si më thon, unë e jap publikisht një farë, po jap një farë dëshire audiencës time dhe tënden për të pasur besim tek ty. Për të dhënë diçka vendit tonë, mua do më kesh për kraje, unë do mundohem që t'jem edhe, se unë dua t'jem edhe çik edhe i panshëm, se dua t'jetoj çik më qetë, se politika është shumë e vështirë, shumë agresive. Është agresive. Duhet të jesh, unë më pëlqen pak edhe qetësi se kam një fëmijë të vogël. Edhe pse dita ditës, situata që po ndodhin, po na bëjnë akoma më agresiv dhe po e heq vëmendjen nga një punë që unë e dashuroj për të bërë diçka që duhet ta bëj. Por që shkojmë deri atje shumë larg, ajo që unë do nis me hakun tat, me krahun tat një herë. Mua do më kesh mbështetje, edhe siguroj që mos më bësh lëvizje kështu se do të vras pastaj. Vlla, të dua fort, edhe sukses e lalitem, edhe zemra ime
Kanë bo shumë lek, më burr, kanë bo shumë lek, o plak. E vetmja Nuk i më do. vlla, e vetmja pasuri që kanë, e vetmja pasuri që kanë parat o vlla. Po para pra, po je ka futur kthetra gjithandej. Kthetra vetëm në atë drejtori, ku do pa jo më është, e kuptoj, ore shqiptari shet fen ore. Ani nga jugu u bën ortodoksa se i jepte greku 800 euro ndru pasaportën. Shkosh ani nga jugu ca vende ani nga jugu, po flasim te poshtë nga Vlora këtej se janë më agresiv ata tanët. Po shko çik më fshat ani këtej, ndru pasaportën. Për 800 euro në muaj. Edhe janë goxha 800 euro në muaj. A kupton? Shqipëri, Se po. ta bën dikush në Tiranë edhe për 400. ka për herë në një më lirë. Prandaj thot vllajot. Re, Kanë shumë. të falenderoj nga zemra vlla, të dua shumë fort. Zoti dhëm bekime te familja, Prandaj. specifikisht te djali i vogël vlla dhe te zonja, që i ketë dritë të dy. Edhe të pafsha lart e më lart vlla im, edhe qofshim bashkëudhëtar të gjatë në jetën tonë, se në fund ditës jeta për nevojë për miq ka vlla, për misira ka në fund ditës, për një fjalë të mirë. Zotit bekov. Kemi nevojë edhe për gjëra të bukura. Zemra ime. Zotit bekov vlla. Herën tjetër do jemi live kur takojmë. Patjetër Të vlla. përshëndet. Na bashkë, ditë mirë. Respekt. Gjithashtu vajnë. Ciao. Ciao. Miq, ky ishte podcasti me Ray Sulejmanin, as known as i njohur si Rayman Inc. Di që tani Rayman Inc. Në Instagram dhe në TikTok bëj follow dhe do shikoni super content, do qeshni, do t'i pëlqeni shumë, po dhe do mërziteni njëkohësisht, sepse ai thot vetëm të vërtetën, bruto, në mënyrë brutale, ashtu siç un kam qef t'i dëgjoj dhe siç un i thom gjërat, ndoshta shumë të tjerë na gjykojnë dhe na paragjykojnë se jeni kaq gojprishur, ti je pedagog, ky artist e gjitha me radhë. Nuk mund të kemi dot luksin të bëjmë pedagogun dhe artistin e madh kur vendi jon po shkon për grop dita ditës dhe faj nuk e ka as Rama, as Berisha, as Meta, as nuk e di domethënë Fatos Nano e gjithë me radhë. E ke ti, unë, edhe të gjithë neve. Mos harroni, po nuk deshet veten tuaj, askush nuk ka kohë që t'ju dojë. Natën e mirë dhe mos harroni subscribe, like, share dhe donacione te këto IBAN-et këtu poshtë edhe këtu te QR kodi. Nuk u kthemi kot, u themi sepse ne kemi nevojë për ndihmën tuaj, ne kemi nevojë për investimet tuaja që neve të vazhdojmë të mbetemi të lirë. Kur them do vazhdojmë të mbetemi të lirë, jo se do shitemi nesër, por që edhe mund të mbyllet, pasi ju dini, karburanti ka nevojë për liri. Midis mbylljes dhe shitjes, unë zgjedh mbylljen. Natën e mirë nga Tru Podcasti. Shifemi në episode tjera. Zoti ju bekoft.